që nuk jetojmë vetëm në këto mure këtu brenda për të punuar, duhet të ketë një balancë mes jetesës edhe punës. Unë jam Rukia, pjesë e departamentit të burimeve njerëzore Alt Group. Duhet kuptojmë fillimisht për çfarë është e nevojshme që ne të aplikojmë në kompani. Është e nevojshme që të kuptojmë atë çka nevojë punonësit tanë. Numri i punonësve ka qenë edhe vazhdon të rritet dhe kjo në fakt na lehtëson ne që në momentin që një punonjës ka një problematik apo është e nevojshme që të largohet, patjetër që vjen në ndihmë stafi suportues. Është një staf i cili është gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar dhe për të suportuar në punën e përditshme. Kjo nuk ndodh vetëm në stafin tonë të shërbimit, por ndodh sigurisht edhe në stafin administrativ. Pra jemi një grup i vogël që mundohemi të suportojmë dhe të ndihmojmë njëri tjetrin në momente të caktuara dhe kritike. Patjetër që kompania mbulon kostot për çdo punonjës i cili është në të tilla rrethana. Në momentin që kemi këta punonjës të cilët janë suportues, patjetër që produktiviteti rritet, patjetër që mund të ketë pak më shumë lodhje, por kjo patjetër që merr një vlerësim të mëtejshëm. Merr një vlerësim në trajnime profesionale që kompania sjell, merr një vlerësim në produktivitet. Pra, le të themi që çdo punonjës merr në fund të ditës meritat dhe vlerësimin e duhur.